Në ditën kombëtare të rinisë me 8 dhjetor në Kukës u ngritën shqetësimi për mungesën e aktivizimit të rinjve dhe heqjen e zërit të tyre prej vitesh. Rufat Demalia, dhjetorisë dhe drejtuesi i Qendrës për Progres Rinor, deklaroi se rinia sot është e tërhequr nga përfshirja qytetare dhe protestat, edhe pse përballet çdo ditë me probleme të shumta social-ekonomike. Sigurisht që ka, sepse Kuksi është një nga qytetet të cilët ka moshën më të re për të rit, por të ri aktiv mungojnë. Kjo ka disa vite që zëri i të rive mungon sepse ne kemi kriju kushte që ata mos të flasin, mos ngrenë zërin e tyre, po dhe ata vetë po ndihen sikur janë të rritur para kohe. Të ri të cilët rinë në kafene që në moshën 14-15 vjeç, të ri që përdorin rrjetet sociale me një kohë të pakufizuar, pa eksploruar interesat dhe dëshirat e tyre, është një situatë e cila ka kriju kushtet që ata të jenë pa zë, të mos flasin, mos reagojnë, mos të kërkojnë, mos të protestojnë, ndryshe nga plejada kur ne kemi qenë moshë të re, kur kemi luftu, kur kemi kërku, dhe rinia dallohej nga pleqëria ose nga moshat të rritura. Dallimi që i bën një grup moshë të ri është energjia, pozitiviteti, ëndrat, lufta, këmbgulja, pra këto sot mungojnë, këto nuk i shikojmë. Sipas tij, ndonse statistika tregon një ulje të numrit të rinjve kuksian që emigrojnë, prirja për t'u larguar nga vendi vijon të mbetet e fortë. Largimet ndoshta janë ulur si numër i persona që largohen, por qëllimi dhe dëshira është shumë e madhe atyre të rive që të largohen nga ky vend. Për shkak të kushteve të cilat prej vitesh nuk po përmirësohen, pavarësisht numrit të lartë largimit nga vendi, nuk ka një ndërhyrje që të përmirësojmë kushtet dhe situatën për të rit. Pra nuk ofrojmë alternativa se si ata duhet jetojnë dhe duhet zhvillojnë jetën e tyre në Kukës. Kushtet të cilat i favorizojnë që të jetë në qetësi ose në gjumë janë mungesa e kushteve të theksuara nëpër shkolla, nuk ka ambiente ku ata të ushtrojnë kreativitetin e tyre, energjitë e tyre, mungojnë terrene sportive, laboratore të përshtatshme për arte, për kulturë, dhe këto kryesisht zhvillojnë atë mendimin e tyre se ata nuk janë të ri më, por janë të rritur. Ndërkohë, vetë të rinjtë e Kukësit në një tryezë diskutimi ngritën shqetësimin për mungesën e aktivizimit rinor dhe për heqjen e zërit të tyre prej vitesh. Ata theksuan se problemet që i prekin mbeten pa reagim, ndërsa mungesa e organizimit dhe e mbështetjes institucionale e ka dobësuar edhe më tej angazhimin qytetar të brezit të ri, duke bërë thirrje për më shumë mbështetje institucionale ndaj rinisë, krijimin e hapësirave për aktivizim dhe programe konkrete që do t'u jepnin të rinjve arsye për të qëndruar dhe kontribuar në zhvillimin e Kukësit.